fuqisë saj dhe e cila siç po e shohim po atrakton jashtëzakonisht shumë kapital politik në Kosovë. Unë mendoj që nuk ka me pas fitues në këtë garën e ardhshme, qysh s'ka pas as në atë formalizimin e votbesimit në fund të janarit që shkoj. Sepse me një Lumir Abdigjiku fitoi atë votbesim me një hezitim që tiptet mosit të dorëheqje jala kuvendit në dorë, edhe e fitoi me diferencë shumë të vogël, do më thonë kishte shumë kontestim për brenda LDK-s, për figurën e tij, edhe për mënyrën se si kishte udhëhequr lidhjen demokratike të Kosovës. Tash e kemi, mendoj që edhe ma kritik. Ai në një rast teorik edhe mund të fitojë me ndonjë vot ma shumë se sa ata që po e lypin sharkimin e tij, po prap është kjo ato që e quajmë ne një fitore e pirros, sepse kjo figurë dhe njerëzit pranë tij është dëshmu që e kanë pru LDK-n deri në këtë gjendje, deri në këtë turbulencë të thellë, dhe që vështirë kanë me mujt kjo figurë dhe ajo konjunkturë për rreth tij, vështirë ka me mujt me kriju kohezion, ka me kriju unitet për brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse ata arrin eventualisht... Nëse kalon edhe kësaj herë. Po, mirë. Do të është pak ma vështirë kësaj herë për Lumirin, për shkak se është rritë numrit pak nashur, si duket mbrana LDK-s. Vetë fakti që mbranda një viti ose një 7 mujori do të marrë një rivot besim 3, është problematik. Tash në aspektin e një lloj tradite dhe vetë kërkesave të LDK-s, ndoshta po rezulton që edhe herën e parë është dashur më mirë të ofronte ndërheqjen dhe që partia shkonte në zgjedhje dhe ta kërkonte një lider të ri. Edhe pse për atë sa njohim është paksa problematike momenti aktual që të ketë një garë të shpejt edhe ku mund të vjen shprehje ndoshta një lider i ri, megjithëse duket se tendencat janë të pashme që një rigrupim ka synim që ta ofroj si alternativë për Parim Ramën, kryetarin e Prishtinës, sigur se ka pasur edhe në votbesimin e kaluar kur u përpoqën që ta rrëzojnë me vota Lumirin. Por pavarësisht kësaj, gjendja në LDK është vërtet kritike, me rezultatet e dobta, mungesa Lumiri nuk arriti që të afirmohet si një lider i mirëfillt. Domethënë mbeti si një figurë jo dominante, një figurë që mbështeti më shumë tek mbështetësit brenda partisë kryesisë, duke kërkuar gjithmonë një lloj përkraje sa më të madhe për të mbledhur energjitë, por kjo duket se që e pamjaftueshme për ta shtyrë LDK-n më tej pas rënjes drastike që e pat në vitin 2021 me 12% vota. A që sa flitet nga jashtë nuk është se janë të ndarë fiks në dy grupe, ka më shumë se 2 grupe. Po sigurisht se ka më shumë se 2 grupe. Krahu i Abdigjikut dhe krahu i Ramës. Ndoshta ajo që po përfolet ka zëra se mund të ketë ndoshta një ushtrues detyre deri në zgjedhjet e ardhshme. Ndoshta do të ishte një hap i qëlluar nëse është një figurë e qëlluar. Dhe mendoj se ka figura LDK, nuk ka më shumë sikur në të kaluamën ku kishte figura intelektuale, politike që shquheshin, dalloheshin, kishin reputacion brenda LDK-s, por edhe në opinion. Mendoj se duhet të kërkoj më shumë dhe duhet të gjej një stabilitet për hir të mos ndodh një përçarje e madhe, një thyrje e madhe siç e ka pasur në të kaluamën 2 herë faktikisht. Njëherë me ndarjen e madhe të Dacis Sejdiu dhe ajo që ndodhi më pas me rrëzimin e Isa Mustafës pas asaj humbje drastike që çoi në një lloj thyrje të përgjithshme, jo vetëm të strukturave, por edhe të elektoratit. Duhesh me thonë që çto parime që unë po i propagandoj si bazë e një ndryshimit kësaj shoqënie që është e përgjumur e fjetun, dojnë sakrificë, dojnë përgjësi, dojnë punë. Ja jap edhe me lazimit fjallën e pastaj ndihmë sociale, me krijuar potencial energjetik e as zhvillim ekonomik. Abdigjiku pati premtuar me njerë pas zgjedhjeve që do të bashkoj të djathtën. Atë tashmë po e shohim se nuk e bëri, por a do t'ja dalë ta mbroj karigën e vetë?
brenda partisë, apo vërtet kjo është testi që do të sjellë ndryshime në LDK? Tani, me atë synim dolen, për ta përbashku djathtën, do nëse unë mendoj që partitë tona nuk pajtojnë me agimin plotësisht, pse vetëm pjesërisht, partitë tona nuk janë të profiluara ideologjikisht, do të improvizojnë, por nuk duhet, është temë tjetër që po të i kthejmë LDK-s, do të tentu dolen me parlu me përbashkimin e djathtës, por përfunduan në pozicionin ku rrezikojnë ta marginalizojnë përfundimisht lidhjen demokratike të Kosovës. Kjo rrezik real nuk është më as i sajuar, as i përgjuar. LDK-ja momentarisht gjendet në pozitë shumë të vështirë, nuk e përjashtoj mundësinë, nëse nuk gjendet një forcë tretë, ose e katërt, nëse ekzistojnë 3 rryma ta zëm, nëse nuk del një forcë e katërt brenda LDK-s që të arriti përbashkojë dhe të ruajë, unë mendoj që ne mund të shohim marginalizimin, nuk dua të përmend termin përfundimin e lidhjes demokratike të Kosovës, sepse thjesht dhe nuk është i befasishëm. Në 3 parë zgjedhjet e fundit, lidhja demokratike ka qenë në pozitën e tretë nga partitë politike, do të thotë, gjithnjë pas PDK-s. Dhe ky rezultat nuk mund të jetë i kënaqshëm për lidhjen demokratike dhe këtu piknisja e pakënaqësisë e dyta, tentimi i zotit Abdigjiku që përmes zonjës Osmani ta rikëndell, ta rikthej LDK-n nuk ka dhënë rezultat. Do të thotë, kemi pasur zonjën Osmani që ka bartur, tani nuk e di, ka bartur një numër konsiderueshëm të votave nga lidhja demokratike te vetvendosja, është sjell në LDK me qëndrim të ekskluziv duket të zotit Abdigjiku, nuk i ka kthyer ato vota. Nuk janë kthyer ato vota në LDK, 100.000 vota, cilat i ka humbur vetvendosja, me gjas janë, shumica atyre janë vot e zonjës Osmani që e ka bartur në vetvendosje. Dhe sheni elementin, le të themi, Vjosa Osmani si piknisjen e këtyre pakënaqësive, apo vërtet rezultati natyrshëm i solli ata në një pikë ku lasën pakënaqësitë? E konsideroj si një nga faktorët që kanë sjellë. Edhe zonjën Osmani. Edhe zonjën Osmani. Gjithsesi, sepse nuk është prit me entuziazm ardhja saj në lidhjen demokratike nga një pjesë konsiderueshme brenda LDK-s, por nëse do të kishte rezultat të mirë, mendoj që ky do të finalizojë me... Por për faktin që nuk ka pasur rezultat të mirë për LDK, rritja në përqindje nuk është aq sa duket, sepse kemi të bëjmë me rënien të vetvendosjes dhe të PDK-s dhe kjo ka rrit përqindjen LDK-s, ndërkohë që sipas numrit të votuesve rritja ka qenë simbolike. Simbolike ka qenë rritja e LDK-s. Dhe me që po shtrohet pra kështu po shihet seriozisht. Dhe vetëm edhe një gjë ta thoj. Mendoj që pakënaqësisi ka kontribu edhe nxitimi i zotit Abdigjiku që të shkojë në bisedime me zotin Kurti, pse ka qenë qartë që është duke bisedu pa i pasur 18 mandate. LDK-ja ka qenë e përqarë edhe para një muji. E pas të konfirmuara. Pra, ka shku në ato negociata, në ato bisedime, duke improvizu, sepse janë dashur 18 vota për të zgjedhur presidentin, nuk i ka. LDK-ja nuk i ka 18 vota. Zoti Abdigjiku nuk i disponon 18 vota, i disponon ndoshta 10, 11 maksimum. Prandaj shtrohet pyetja, pse është dashur të bisedohet për një çështje, për zgjedhjen e presidentit konkretisht, ose për daljen nga kriza ku nuk i ka vota. Pa marrë miratimin e shtëpisë, thoni, pa marrë miratimin e... Nuk e di ja ka marrë miratimin. Nuk ka pasur 18 mandate. 18 deputet nuk i ka pasur në disponim. Aja ka ditur këtë. Dhe unë mendoj që kjo nuk është prit mirë nga një pjesë e LDK-s, sepse është konsideruar si betejë e tij për pozicionin personal. Ta zëm kjo përforcon edhe deklarimi i zonjës Osmani, me njëherë natën e zgjedhjeve, kur u mbyllën vetë votimet, u ofru si presidente, apo? Çfarë mesazhi dërgoj me te? Dërgoj mesazhin që nuk e ka dertin e lidhjes demokratike të Kosovës, por e ka dertin e pozicionit saj personal. LDK-ja ja ka mundsu zonjës Osmani, por rrjedhimisht e ka mundsu edhe qëndrimin e qeverisë. Pra, nëse mund të flasim për një afinitet Rama PDK që unë nuk mendoj që nuk duhet të shpekuloj, atëherë mund të flasim edhe për afinitetin ndërmjet zotit Abdigjiku dhe vetvendosjes.
sepse kemi fakt. Ai lloj afiniteti i ka Votimi i LDK-s konvenuar. për Zonjën Osmani si presidente para 5-6 vitesh është fakt, nuk është spekulim. Nuk është Sa u përket këtyne Po, me votat e tyre është mundësuar. këtyne thojza agenturave të mbranshme që Të jashtme, me jo, muhabetin atë që aty. Të mbranshme, mendoj mbrana Kosovës, mbrana ndër partioke. Po. Këto janë kriju moti, nëse mund t'ju thuhet agentura. Kufiri po e zomë në mes të PDK-s dhe LDK-s u patë shkri moti. Qysh mas mandatit të parë, në mitin 2007 deri në 10. Edhe qaq mirë, dy partit që spajtoheshin me kurgja, do më thonë deri të vitin 2007. Faktit që patën hyrë në koalicion. Funksionojshin qaq për merak dhe i shkrin interesat, i harmonizun qaq mirë interesat, sa nuk dije i ma ku është ai kufi. Bilen nuk mund të mendonin jetën politike njona pa tjetërën. Ju e dini, ju personalisht Njerëz sot në moje të lidhjes demokratike të Kosovës dhe nuk du me përmen emën për shkak se mund të keq interpretohem, në moje të lidhjes demokratike të Kosovës kanë qenë kumaria gjithmonë e tona të mirave dhe të këshijave përmenda në lidhje me LDK-n dhe PDK. Ju e dini këtë farë punë shumë mirë, ata që i kanë përcjell pak trendet. Nisoj e kemi sot me PDK-n dhe vetëvendosjen, një të në situatë. Bilen është edhe ma keq se rjedhja e elektoratit dhe funksionerve të PDK-s ka VV-ja, ka qenë largë ma e modhe, se sa ka qenë LDK-s ka PDK-ja po e mori mëse e kundërta. Ato dyja u patën harmonizu edhe ju shkon të kunora shumë mirë, jashtëzakonisht. Këtyne dyjave nuk ju shkon, sepse ideja është e Albin Kurtit edhe lëvizjes dhe vendosje që ajo pjesa e shnoshe PDK-s, edhe LDK-s, edhe do tjerve ka orët e na. Atje kanë met, ajo pjesa e cila i ka shaktu probleme nga më të ndryshmet Kosovët, që është të vërteta dhe kanë shaktu probleme. Se duhet me e pyt, para se me hy për mrenda LDK-s, me po ku e qysh strukturat, komunat, meritokracia, duhet me po pse populli i Kosovës, një subjekti, që dikur i kishte me njerë mas lupte, i kishte 60%, 55%, e bjen në 13%. E bjen në 13%. Dënë të thët, janë që ato koketimet, janë që ato sherët që populli me ndonë, e ka si perceptim, po të shashtë edhe perceptim, për shkak se nëse kalojnë 2 dekada, a i ka fakte materiale,